Përfaqësuesit e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë nisur drejt Rijekës së Kroacisë, ku prej datës 7 deri më 9 nëntor do të zhvillohet kampionati ballkanik i karates për kadet, junior dhe U21. Në këtë aktivitet madhor sportiv do të marrin pjesë 1230 garues nga 13 shtete: Shqipëria, Bullgaria, Bosnia dhe Hercegovina, Kroacia, Turqia, Kipros, Slovenia, Kosova, Mali, Romania, Greqia, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Në mesin e përfaqësuesve të shtetit ton janë edhe sportistët e klubit të karates Uskana nga Kërçova, Nuredin Dervishi, Blerina Zendeli dhe Veron Dervishi, të cilët do të garojnë në disiplinën kata. Vlen të theksohet se këta garues janë kampion shtetëror aktual në kategoritë përkatëse, duke dëshmuar nivel të lartë përgatitje dhe profesionalizmi. Në rolin e seleksionuesit të reprezentacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të jetë profesor Nexhbi Dervishi, trajneri i klubit Uskana, i cili do të udhëheqë sportistët gjatë këtij eventi të rëndësishëm rajonal. Klubi karates Uskana uron suksese dhe fat garuesve dhe trajnerit, me dëshirën që të përfaqësojnë ndenjësisht shtetin, qytetin dhe klubin e tyre në arenën ndërkombëtare.